premisa prej ka nisë, do më thonë ai që gjykon, është që a jenë vjedh, a nuk jenë vjedh 3 milion euro. Po kjo në këtë rast, ka pak rëndësi. Do thonë se nuk ka shteti, nuk vlerëson, nuk gjykon dhe nuk cilëson njëtet të dikujt, që dhe mos të zyrtarëve shtetënor. Shteti nuk është gjë tjetër përveç se procedurë. Dhe procedura vendos siguresa që pavarësisht njëtit të mirë ose të keq, me qitë disa kontura përmes normimeve dhe ligjeve çka lejohet dhe çka nuk lejohet. Pra sot e ka njëtin e mirë Rozeta Hajdari për me siguru rezerva shtetërore dhe i bën dëm buxhetit të shtetit, 3 milion, dikush nesër vjen me njët të keq, edhe i bën dëm 10 milion. Po dhe ajna thot unë njëtin e mirë e kom pas. Do më thonë, kur si kjo qoftë vjedhje ose jo, që s'pak më intereson a është vjedhja jo, çka më intereson dhe çka duhet çdo qytetarit të Kosovës çka duhet çdo qytetarit të Kosovës më interesu është a është dëmtu buxheti i shtetit. Tash, verdikti nuk është marrë hala, po kur shihet rruga prej cila është ndjek për me ardhur deri ky dëmtim i buxhetit 3 milion euro, shihet qartë që këtu ka shumë shkelje. Pra, e para ka procedurë të përshpejtume sekrete që s'ka pas nevojë. E dyta, nuk ka garancion bankar që i lypët aty në kontraktorëve. E treta, nuk ka asnjë paramas që i verifikon, si më thonë, kapacitetet e kompanisë, a mundet me pru, a nuk mundet me pru grurin. E katërta, e thirr dosin e vetë e thotë, hajde ti burim se unë të besoj ty. Shteti nuk ka besim. Shteti ka procedurë, me thonë, po qysh ndodhë kjo pa djeni, unë jam i shokumë, më thonë, që ka mundësi, me shmon këtë procedura. Edhe i thotë Ridvan, ty të besoj, hajde fudu ti, kontraktoj një kompani në Turqi që atje, meri paret se unë po ta besoj komplet buxhetin e shtetit, kontraktoj e që ato, qatë kompani, tani, që më thonë, edhe kontraktohet në mënyrë të paligjshme, edhe nuk vjen malli që është kontraktu e tjera. Pra, çka i dosh me kon arsyetimi? Sa arsyetimi formal është që ka qenë një krizë ku gruri, vaj dhe të tjera produkte bazike nuk kanë mujtë me u siguru letë në tregje ndërkombëtare. Po shteti prap i dosht me shpik nëse veç nuk e ka, unë që besoj që e ka, një procedurë tjetër ku thot në situatë jashtëzakonshme veprojmë kështu. Po ose ligje përcakton. Pra nëse ti ki qasi urgjente, shpallë situatë jashtëzakonshme. Edhe siguroje hiç kërkush nuk të vet tani. Qysh e siguron ti millin, grurin e vajin e të tjera. Po unë njetin nuk du ty me ta cilësu, as me ta vlerësu. Për njetin e mirë ose të keq në xhami ose në kish, në institucione shtetënore. Veç procedurë, jo njete, veç procedurë, se njeti i mirë më të apru domin e buxhetit shtetit 3 milion dhe njeti i keq me pru 3 milion, domin në buxhet të shtetit është e njëjta gjë. Në vëmë veç ndryshon ajo. Qëllimi është shumë i qartë, Brana. Por unë kisha dashur me u lidh me të dyve ju se ne të gjithë këtu po konstatojmë që kjo është një skandal i madh. Një skandal i madh, i papam, i pa precedent. Por mënyra që është bëhe, naiviteti edhe lehtësia, neve na e tregon një gjatë tjetër, një simptom. Që kjo qeverisje me 50+% ka kujtu që është e paprekshme. Dhe krejt këto veprime janë pastaj si konsekuencë që asoj mendësie. Që na jemi të paprekshëm, na i kemi fitu të gjitha, ne do të qeverisim këtu si monarki, edhe do të vendosim kush merr tender, edhe do të vendosim kush shkojnë fondet e vendit, edhe qysh, edhe të gjitha. Dhe për këtë arsye jemi këtu ne. Sepse me i po këto shkelje është e pabesueshme. Ju lutem, shiqoni, ne kemi pas afera në të kaluar. Ka pas afera. Edhe i dim aferat e ka pas edhe akt akuzave, se s'është kjo akt akuza e para. Por është e para për një ministër në detyrë, në zyre. Ka pas akt akuza për ministra që e kanë lshu
zyrën e pastaj ma vonë dikur janë... Ose akuzat tilla që ka pas për Gërvallën edhe për tjerët, për shembull për mos deklarim të pasurisë ose diçka tjetër, që nuk vi afrohet as për sa afër me kësaj. Ky është skandal i madh, ky është skandal i madh për cilin duhet me dhonë edhe përgjegjësi politike përveç përgjegjësisë juridike e ligjore. E përgjegjësia politike shkon deri te kryeministri. Deri te kryeministri, i cili akoma se ka fol asnjë fjalë për këtë punë. Asnjë fjalë. Po du me dalë të një moment tjetër, një deklarat e Ramush Haradinën, që du me komentu pastaj në studio, me dy përfaqësues të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ne kemi një vlerësim për figurën e zotit Konjuqa dhe është e vërtet kjo. Jo dini kur ishte situata në parlament, krimi një qeverie është një proces tjetër. Kushdo që i merë përgjësit, e merë përsipër me siguru votën. Ne nuk kem pas ndonjë propozim ose kërkes nga vetë vendosje për çfarë do bashkëpunimi. Ka si me thonë kërkesa për takime, po nuk mendojmë se takimet janë diçka që ja vlen, ku nuk ka propozime për ndonjë përgjithësi, për ndonjë bashkëpunim, për ndonjë situatë të re. Megjithatë, kjo që ka ndodhur me këtë qeveri nuk është shumë e qartë. Për shembull, kryeministri më hershëm është zëvendëskues ministri dhe ministri i jashtëm. Pastaj shumica e ministrat më hershëm janë aty. Pra, është e vështirë të diskutohet për një dalje nga kjo gjendje në situatën çfarë është, pas parasysh të shqetësimet buxhetore të gjitha, duke qenë kështu, ne po lutemi që zgjedhjet ndodhin sa më shpejt. Okej. A keni vlerësim ju si LDK për figurën e Glau Konjucës? Nëse Haradina i tha kemi vlerësim. Nuk po flasim ne këtu për figurat. I lutem. Ne flasim këtu për institucionet e vendit. Dhe na kemi bërë qartë shumë herët e kemi përsërit në vazhdimsi që LDK nuk ka vot për lëvizjen vetëvendosje tash. S'ka vot. As për Glau Konjucën në çfarë do rrethon. Absolutisht, sepse kjo është e njëjta qeveri. Me një makijazh tjetër. Pra i njëjti si me thonë kabinet, njëjtat emna, e njëjta mendësi. Ne kemi dhonë arsyet, tash po të liroj, Berat, ne kemi dhonë arsyet pse nuk dojmë me qeveris me këta njerëz. Për shkak të një keq qeverisje e vazhdueshme që ka ndodhur në vend. Për shkak të një diferencë të madhe që e kemi në shumë rrafshe, edhe ideologjike, edhe konceptuale, edhe programatike. Por edhe gjithashtu edhe për shkak të një fushate në shkurt tepër përqarse, e cila ka ofendu, fushat ofenduese, fushat përqarse, e që e ka sjell vendin në deri këtu. Pra ekziston një hendek, ekziston një hapësinë e madhe mes këtyre dy partive, dhe është e pamundur me hyrë në qeverisje me ta. E as më larg kur ne humbëm vitin komplet. Dikush do të më dhonë përgjegjësi për këtë vit humbur të Kosovës. Kosova e ka humbur një vit. E ka humbur në aspektin ekonomik, në aspektin politik e social. Dhe dikush duhet me dhonë përgjegjësi për këtë punë. E qytetarët kanë besimin e plot që e kanë kuptuar kush është përgjegjësi i këtij viti të humbur për vendin. Okej, Berat? Jo, në përgjithësi, domethënë e tha Albani qëndrimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës që kemi përsëritshëm. Pra që nga përfundimi i zgjedhjeve ne kemi lexuar sakt rezultatin zgjedhor që në Kosovë parlamenti ky konstelacion parlamentar nuk ka shumicë, nuk ka mujt me prodhu shumicë parlamentare, rrjedhimisht i ka taku të parit që është rëndit në garën elektorale në këtë rast lëvizjes vetëvendosje me kriju këtë shumicë, fillimisht me kriju me e konstituu parlamentin e pastaj me synu me kriju numra për qeveri, po ajo që ne e kemi të qartë tani krejt në fund të ne procesit të tërpshëm të vëllhequr nga lëvizja vetëvendosje është që ne nuk kemi vot për ne qeveri të pakicës. Ajo që apo kërkën tani krejt në fund, ose mënyra se qysh u qas mandatari Kurti në seancën e fundit parlamentare dhe i tërë procesi ka qenë hajde votën e një qeveri të pakicës, amni votat blanko dhe pastaj one e si tutje. Kështu nuk funksionon. Demokracia është proces i cili e definon shumicën si
shtyllë e udhëheqjes me procesin demokratik. Do të thonë nuk mund të kemi qeveritë e pakicës që pastaj të udhëheq një proces demokratik në një vend. Do të thonë qeveritë pakicës ose një pakicë që e sundan pjesën tjetër që është shumicë, mund të jetë në sisteme totalitare, por nuk mund të jetë në një sistem demokratik. Do të thonë kërkesa e tashme edhe e vazhdueshme, edhe mënyra e sjelljes së partisë që ka dalë e para në zgjedhje ka qenë për krahni, kështu pa kushte, edhe unë pastaj qeverisje si pakisë. Ata jeni ju veç viktime e këtyne proceseve, apo keni rol në këto që ka ndodhur? Ne kemi pas rol. Edhe ju, edhe Albani, po thoni, na nuk qeverisim me këta. Me kon qeverisni ju berat? Shqyqat, Këtu duhet me orë një zgjidhje, në një konstelacion të mundshëm çfarë do të qoftë. Unë jam të folë për konstelacionin aktual, nuk jam të folë për një konstelacion. Cili është ai konstelacion? Ju as po mundi me mri, domethënë se jeni pasivizuar dhe po paraqitni si viktim. Na kemi met në blokad, na nuk po muj me shku zgjedhje për me ardhur një konstelacion tjetër, sepse Albin Kurti ka të gjitha frenat ato. Frenat. Kur e thu Berat një pakic e 42%, hajde po ta pranojmë që është pakic, po edhe kjo faktike, shumica knej, a jeni shumic, a jeni kompakte, a na trajgoni, a jeni shumica nuk jeni, edhe apo pakica të ndame, edhe mundi me provu Berat nëse është me po mundona me ta shpjegu se kam qenë edhe një natë këtë kur e kemi diskutuar të njëjtën çështje, po tash ke situatë e re. Do të thonë, mos mashtrohemi. Propozimi i zotit Konjusa nuk është për kompromis politik, është me bleko. Këtë e dim gjithë. Do të thonë me bleko sa i përket datës së zgjedhjeve. Do të thonë nuk është dalë zoti Konjusa si një figurë kompromisi që ata pastaj po dojnë me ngre mrapa një shumicë parlamentare që e përkrah këtë figurë kompromisi. Do të thonë jemi të qartë para qytetarëve, propozimi i tij, edhe mënyra që ka propozimi i tij është propozim për me bleko, për me taktizu me datat e zgjedhjeve. Do të thonë të është e qartë. Dhe këtë kanë qartë gjitha partitë që kanë marrë pjesë edhe në takimin të presidentja dhe ku secila ka deklaruar që nuk ka vot dhe nuk ka shumicë parlamentare dhe shkojmë në zgjedhje. Ky ka qenë vullneti i shumicës së partive parlamentare shqiptare dhe një pjesë të partive nga minoritetet. Sa i përket kësaj që po thu, në çdo takim ku Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë prezente, edhe në takimet cilat mund kanë qenë mes liderëve politik. Konstatimi i gjithëve ka qenë që nuk mujnë me kriju shumicë për shkak të rrethonave të ndryshme dhe një farë lloj pat pozicioni i cili ka ekzistuar në parlamentin e vendit. Ajo që ne kemi synuar me e kalu dhe ku këto këta shapi kërkojnë mi votu, që vëllojnë buxhetin, emërimet e rëndësishme, pakon e rritjes, gjitha këto na i kemi pasur në një dokument për cilin jemi përqesh. Edhe në studio televizive, shpesher, po sidomos nga partia e cila ka pas për obligim me reflektu dhe ka qenë partia që s'ka mujt me kriju shumicën edhe me katër të... keni një mundësi për me formalizu ato? Jo, me formalizu me një marrëveshje tjetër, për shembull. Tash jemi shumë vonë me formalizu. Jo bre, na jemi, nuk jemi vonë nëse ju e vendosni një blok tjetër. A i dëgjove tash se nuk keni Berat në qeverime, se nuk keni në koalicion me PDK, si ka 10 minuta që po thojnë qeveria e propozuar me unitetet e Lidhjes Demokratike të Kosovës është qeveri totalitare. Kështu po thojnë eksponent deputet të lëvizjes vetëvendosje. Nuk ka pak minuta. Ajo është ka ata dojnë me synu, si me thënë në strategjinë e tyre. Ju, cila është kundërbënia e juaj, cili është roli juaj? Dhe më thonë, ju presupozoni në bindjen tam që keni gjetë një formull që është me ju kundërvua Albin Kurtit. E keni testu me Prishtinën, edhe na keni dorë, keni thonë që kjo ka rezultuar suksesshme, pavarësisht që se keni pranuar. E kemi testu Pse s'po bëni koalicion me PDK? Edhe me pamundësimin e krijimit të shumicës nga ana e tij. Edhe me tregu, ai po merr vendim Berat e po t'i ndonë 26 milion për studenta. Ka veprime pastaj ligjore që mund me kundërshtu këta. Me shkelje ligjore. Kur të vini ju, a i ktheni që 26 milion në buxhetin e shtetit? Jo, po tash kryeministri në detyrë? Jo, po të sigurohemi që veprimet cilat kanë qenë veprime jo ligjore, jo kushtetuese dhe me elemente penale të kësaj qeverie, ka me pas kushte mu gjyku drejt. Po jo mu këthy parës. A keni paraqit si Albani Bele ka qenë në kryetar, mundet ma shumë, a keni paraqit si sukses Prishtinën? Pse nuk po e ndjek një shambullin e njëjtë
me bu koalicion me PDK-n, me bu koalicion me AK-n, edhe në vazhdu tuti. Por nuk kanë qenë numrat, Dibran, edhe këto e kemi thonë vazhdimësive. Do me thonë, rezultati i shkurtit të këtij viti është i tillë që nuk ka leju në asnjërin anë shumicë politike. Edhe këto e kemi thonë vazhdimësi. E po e thot kryetari Lumirin vazhdimësi, e ne të tjerët vazhdimisht. Edhe në takimet të presidentja e kemi thonë këtë punë. Nuk ka ky rezultat i zgjedhjeve i shkurtit e ka prodhu një pat pozicion që s'ka shumicë politike dhe kjo po. Por këto s'ka dosh me pranu veç një njeri, edhe fituesi i zgjedhjeve, në asnjë situatë. Edhe e ka zhagit krejt procesin politik, deri sa ne i humbëm 8 muaj apo shkojmë në humbje të krejt vitit, për me i tregu në vazhdimësi që o zotni nuk e ki shumicën politike dhe pa shumicë politike nuk ecët tutje në krijim të institucioneve. Keni mund shumë herët Albani. Andaj ne kemi thonë edhe një gjë. Dibrane, kemi thonë edhe një gjë. Bolenën a mi kallëzu në qafë kohë që si ki numra. Pse me votu në Albani? Si ka pas numra. Dhe kemi thonë edhe një gjë shumë herë. LDK ka 20 deputet, është partia e tretë politike në vend, nuk dëshirojmë të hyjmë në këtë qeverisje, por ju jeni të lirë me kriju institucionet. Jeni të lirë, vazhdoni tutje, kriju institucionet. Ne i kemi pranu 2 letra, atyre letrave ju kemi përgjigj në mënyrën më zyrtare të mundshme qashtu qysh edhe na kanë ardhur. Dhe plus e kemi shtu edhe një pozicion të ri. Kemi thonë, shiqoni, ne e dim qysh është situata në vend, s'ka shumicë politike, hajde dalim prej këtij ngërçi politik me një ide e cila po del tjetë ideja ma e mirë që është hudhë në tavolinë deri tash. Ideja vetëm që u prodhu për shumë. Absolutisht. Ka pas një qëllim qartë, pra ideja edhe ajo ide u refuzu, vazhdoni tutje krijo qeverinë. Ose nëse nuk je i aftë me i kriju institucionet dhe me kriju qeverinë, dosh me dalë me tregu, me thonë s'kam vot, nuk kam partner politik, i kom rënu krejt urat e bashkëpunimit politik, jam i pa aftë me kriju qeveri, vazhdojmë tutje me mandatarin tjetër ose po shkojmë zgjedhje. Këtë e kemi kërkune. Por me qëllim kemi ardhur deri te kjo pikë ku jemi sot dhe tash do të shkojmë zgjedhje si mas gjitha gjasave. Po do këtë qartë, loja prej vetëvendosjes është me lënë fajtorin. Qysh me prezentuar, qysh me portretizu kush o fajtori. Kush i ka fajet që Kosova përshkon zgjedhje shpejt, e që nuk ka buxhet, e që mujna me hyrë në kolaps buxhetor, që ka me pas probleme eventuale edhe të sigurisë dhe tjera, pra kush o fajtori qëtu. Ajo që e tha Libroni, na e kemi po në vazhdimësi. Unë menaj që u konë gabim, jo vetëm prej LDK-s, po prej partive opozitore, që s'kan arrit me bon një alternativë qoftë me periudhë caktuar kohore, pra si kalimtare, që u konë propozimi LDK-s, na që gotë gjithë e kena mbështet, që u konë zgjidhja e ndërmjetme. Pra mas me shku në zgjedhje me shpejtësi që me rreziku stabilitetin e shtetit, po dhe mas me pas qeveri që pretendon që ka me zhvillu politika 4 vjeçare. Deri në pranverë të vitit tashëm. Që kjo ka ndodhur është që ky gabimi i juaj, i opozitës, po them, e ka qitë në pikpyetje të qytetarët kush o fajtori. Pra, që kjo ideja që Albin Kurti nuk po mundet me bo qeverin. Tashma është e kryme që s'ka qeveri Kurti 3.